Ish drejtori i arsimit në udhëheqjen e PDK-s, Agim Berisha, edhe pse në pension nuk po ndalet se monitoruari gjendjen e arsimit në këtë komunë. Por tani, në cilësinë e një opozitari, Berisha po vren shumë parregullsi dhe keq menaxhime në këtë sektor. Përveç se po akuzon pushtetarët, ai sot pat kritika të ashpra edhe për inspektorët e arsimit, që sipas tij i kanë mbyllur syt ndaj të keqës. Është absurde se askush nuk merret me këtë çështje mjaft e ndjeshme. Kemi parregullsi, lëshime, kemi shkelje ligjore në dy këa aq shumë sa vështirë është të thuhen në një konferencë për shtyp. Po ashtu, përballë këtyre shkeljeve ligjore, përballë këtyre lëshime, inspektorët e arsimit cili guri guhet. Unë nuk di, ata po mirën si duket me krejt, me punë terciare, si përfaqësore, nuk po mirën me thelbin e problemeve që gjenden në arsimin Ferizajas. E di se inspektorët e arsimit janë të njoftuar për vendet e lira që i njoftojnë drejtorët me shkrim dhe DK-ja asnjëherë nuk i ka publikuar. Po ashtu, e di se inspektorët e arsimit janë të njoftuar për punësime pa konkurse të mësimdhënësve me bashkëllar në shkollat e mesme që këta mund vinë në shprehje vetëm atëherë kur kemi mungesë të kuadrave. Këta nuk e ngrisin zërin. E di se inspektorët e arsimit janë në dieni se mësimdhënësi i fizikës jep edhe matematik, ashtu siç më herët jepte arsimtarja e biologjisë luante rolin e mësuesës së klasës. E di se inspektorët e arsimit e dinë se në gjimnaz dhe në shkollën ekonomike punojnë njerëz me diplomat e panostrifikuara, që këto llogariten sikur të mos kenë fare, ata nuk e ngrisin zërin. Po ashtu, në Gjënsereq punon me fëmijët parashkollor pa përgatitje profesionale që ka kryer kolegjin AB. Dega PDK-s po i bën thirrje publike Mashtit që të formojë një komision për inspektimin e drejtorisë së arsimit në Ferizajt në tërësi.